Ja ku jemi në rubrikën ku sjellim këshillat e ekspertëve dhe përditësimet e fundit për të jetuar gjatë dhe shëndetshëm. Për çfarë do të flasim sot? Pas disa ngjarjeve traumatike, qëllon që disa njerëz të kenë dhimbje kraharori apo ngulçime, simptoma këto që lidhen me atë që quhet sindroma e zemrës së thyer. Studimet thonë që megjithëse preken më shumë femrat, për meshkujt kjo sindrom mund të jetë fatale. Zemra jonë është më shumë se sa një pompë gjaku. Ajo është një pasqyrë e mënyrës si jetojmë, si ndjejmë, si përballojmë dhimbjen dhe gëzimin. Të jetosh shëndetshëm do të thotë të kujdesesh për të gjithë vetveten, trupin, mendjen dhe zemrën. Një studim i publikuar në revistën New England Journal of Medicine tregon se rreth 90% e rasteve me sindromën e zemrës së thyer ndodhin tek gratë, kryesisht pas menopauzës. Kjo lidhet me ndryshimet hormonale që ndodhin pas kësaj periudhe, duke e bërë sistemin kardiovaskular më të ndjeshëm ndaj hormoneve të stresit, si adrenalina dhe kortizoli. Gjithashtu, një studim i vitit 2021 nga American Heart Association thekson se incidenca e kësaj sindrome është në rritje, sidomos në kohët moderne, ku stresi emocional dhe ai kronik janë bërë pjesë e jetës së përditshme. Kjo sindrom dëshmon fuqishëm se shëndeti emocional ndikon drejt për drejt në shëndetin e zemrës dhe se menaxhimi i stresit është po aq i rëndësishëm sa edhe dieta apo aktiviteti fizik.